Për temën e ditës sotme e folura në publik, frikrat dhe aftësit. Ky do të jetë titulli dhe sigurisht ne do ta zhvillojmë pyetje të ndryshme me të ftuarit, ku secili mund të ndajë edhe eksperiencën, por mbi të gjitha edhe mendimin në lidhje me aftësinë ose vështirësinë për ta zotëruar një gjë të tillë. Të flasësh në publik është e vërtetë Irena që nuk e bën dot çdo kush të folurit me një audiencë të gjerë? Kur e kam bërë unë, mund ta bëjnë të gjithë. Pra ti ke qenë që në moshë të vogël, po themi pak e ngurtë në këtë aspekt edhe e ke mësuar? Jo, po unë tani po hedh veten në shesh kështu, le të më masakrojnë. Në vitin e largët 98, nëse zgaboj, vëlla im festonte në 12 shkurt 1 vjetorin. Dhe unë isha motra e madhe në klasë të 4 të 5 edhe mora përsipër detyrën e madhe që të mbaja fjalimin e ditëlindjes. Edhe ngrihem kështu me gjithë qeft madh edhe mbaj fjalimin dhe them jam shumë e lumtur të uroj vllajën tim për 100 vjetorin e lindjes. Edhe aty u skuqa pastaj se isha një fëmijë që nuk kisha besim te vetja. Edhe të gjithë e kanë filmuar atë dhe sa herë mblidhen familja e kanë si moment kërcënimi, thonë jo, atje ke qenë. Edhe vitet kanë kaluar dhe ja ku jam. Domethënë po flas me Katerinë dhe po mbaj le të themi një fjalim të shkurtër sepse është e rëndësishme dhe është e lehtë dhe është e lindur apo mund të fitohet si aftësi. Unë di kërkova gidës që të kisha edhe një tabelë në fakt, që ta bëja kështu me shpjegim sa ashtu duhet. Ideja është se unë gjithmonë them studentëve të mi, ky është viti im i 15 që unë jap të folur në publik dhe gjithmonë u them studentëve të mi, është një aftësi që mund ta fitojmë, mund të bëhemi shumë të mirë, por për të qenë folës të shkëlqyer, duhet jemi të kujdesshëm për të zbuluar talentin që mund të ketë secili. Edhe në këtë pikë, natyra ka qenë seleksionuese. Disa e kanë të natyrshme, pra u vjen lehtazi të shkëlqejnë, por ka të tjerë të cilët me përgatitjen e duhur dhe me mentorimin e duhur mund të bëhen folës shumë të mirë, që të thotë të kenë një fjalim i cili përçon mesazhe dhe merr një feedback të suksesshëm. E kam parë në fakt që ka trajnime për këtë pjesë, pra të folurit në publik. Është një nga industritë më të fuqishme tani, sidomos për ne që jemi studiues të komunikimit, për një arsye, sepse sa më shumë rritet prezenca, përdorimi i inteligjencës artificiale, akoma më e rëndësishme po bëhet nevoja për koneksion, pra për personalizim të çështjes. Dhe neve mund të gjejmë gjithçka sot online, mund të na japë çdo përgjigje ChatGPT, por ajo që e bën fantastike një gjë është kur historia personale neve na motivon. Dhe tek një folës ne këtë kërkojmë, atë gjë që na lidh me tjetrin, atë që na bën më të ngjashëm, pra atë zërin autentik, të cilën inteligjenca artificiale nuk mund ta duplikojë. Ndaj sot më shumë se kurrë të investuarit në komunikim dhe në vitet në vijim, deri në vitet pas viteve 2030 do të jetë aftësia kyçe në të cilën le themi ata që duan të kenë një profesion dhe të ndërtojnë një karrierë të suksesshme duhet ta posedojnë me dorë mos. Dhe dyta është aftësia për të dëgjuar, sepse këto të dyja becin gjithmonë bashkë. Pra, të dim të flasim, por në të njëjtën kohë të dim dhe të dëgjojmë. Të dim të flasim lidhet ndonjëherë edhe me profesionin që ti ta perfeksionosh, ti je sa më e zonja në atë fushë. Irida, edhe fusha juaj, pra mësimdhënia, pra arsimi, lidhet shumë mirë me të folurit në publik për të mbajtur vëmendjen. Po, një mësues duhet të jetë i aftë të flasë përpara klasës, ta zotërojë. Klasa është audienca me cilën mësuesi përballet. Por është një audiencë që kërkon të jesh i përgatitur, jo vetëm nga ana shkencore, të kesh pasion, të dish të përcjellësh tek nxënësit atë njohuri që ti ke. Dhe kjo kërkon disa aftësi. Lidhet edhe me posturën përpara klasës, me lëvizjet, me gestikulacionet, me luhatjet e intonacionit të zërit që duhet jenë edhe ato të qëllimshme për të mos krijuar monotoni, me pyetjet që ti drejton. Është patjetër një aftësi që mësuesi duhet ta zhvillojë kohë pas kohe, ka mësues të cilët e kanë të vetën atë, ka të tjerë që duhet punojnë gradualisht, por është diçka që mund të përmirësohet, sigurisht. Leximi, do dalë prapë te leximi është shumë i rëndësishëm për të formuar fjalorin gjuhësor, fjalorin terminologjik, për të fituar vetbesim dhe për të qenë i përgatitur pastaj për ta zotëruar audiencën. E bukur kjo pjesa e fjalorit sa më të pasur. Një kritik që bëhet zakonisht, veçanërisht për atë që del në ekran, për të gjithë
kushdo që del në ekran sot, shumica klasifikohet si të varfër, po, që nuk kanë një fjalor shumë të pasur. Ose në përgjithësi për ne shqiptarët në vitet e sotme, thuhet që nuk përdorim shumë fjalë, përdoren pak. Është varfëruar fjalori, e vërtet. Kjo për shkak edhe të përdorimit të teknologjisë dhe të mungesës së leximit, që do të thotë gjuha është e lëvizshme, fjalët që ne përdorim janë futur tashmë në leksikun ton, siç ka dhe një pjesë të leksikut që ka mbetur pasiv. Në bazë të nevojave të cilat kanë njerëzit, në bazë të profesionit që kanë, të fushës me cilat i lidh jeta e tyre, atë pjesë leksikut e kanë më të zgjeruar. Pra ne mund të kemi studiuar biologji, po themi, po nëse në jetën tonë asgjë nuk na lidh me biologjin, atë leksik që e kemi marrë nga fusha e biologjisë e kemi kaluar në leksikun pasiv. Por aftësia në të shprehur, ajo bukuria e shprehjes lidhet me talentin që ke për të folur bukur, me leximin, me aftësitë, me sa kërkues edhe je ndaj vetes, që do të thotë ke parë një shprehje të bukur, të ka pëlqyer, të ka goditur, mundohu ta memorizosh dhe ta funksionalizosh duke e përdorur në kontekste të caktuara. A është ironia një armë e fortë apo do ta shuanit mbase jo dhe aq të bukur për të folur në publik, sepse me çfarë kanë vënë një pjesë e njerëzve që duan të marrin vëmendjen e audiencës, ndonjëherë përdorin edhe ironinë për ta bërë më të thjeshtë këtë gjë. Në kontekste të caktuara mendoj që ironia mund të bëj apatik, nuk do të doj publiku në rast se ti her pas here je ironik. Ironi do të thotë të thuash diçka duke nuk kuptuar të kundërtën e asaj që po thua. Mund të shërbej në disa kontekste të caktuara, por në kontekste të tjera, për mendimin tim, mund të mos fitosh dashamirësi. Mendoj që sinqeriteti, çiltërsia, dashamirësia vlen më shumë. Por ajo që të ndihmon kur je duke folur përballë audiencave të mëdha, me që jemi te ironia, mund të jetë autoironia. Se kur ti flet një audiencë, automatikisht audienca krijon një lloj distance me folsin dhe krijohet një hendek në mes. Nëse folsi përpiqet që ta barazoj veten me audiencën, pedagogu përpiqet që të mos jetë ai pedagogu klasik, por të nxjerrë në pa një defekt të tij nëpërmjet autoironisë përballë studentëve, do të ngushtohet kjo diferenca. Dhe mendoj që autoironia mund të ndihmojë në këtë aspekt. Në politikë nuk përdoret autoironia, për shembull, është një fushë jo përdoret, por ideja është në të folurin publik, në të gjitha emrat autorët kryesorë që bëjnë studime të thelluar në këtë fushë, japin një set toolsash, pra përveç rregullave se si duhet ndërtuar një fjalim, por edhe disa praktika. E para është pyetja, pra një nga mënyra se si ti mund ta thyesh dinamikën e komunikimit është duke drejtuar një pyetje, e cila mund të jetë direkt e drejtuar audiencës, por mund të jetë edhe pyetje retorike në të cilën ti fillon në një aspekt reflektiv. Mund të jetë humori, të cilin është një element shumë i mirë sepse ngjit me audiencën, por duhet jemi shumë të kujdesshëm që ai humori të bëj sens dhe të jetë i përshtatshëm. Ajo që vëreon për shembull kur bën një batut me studentët e mi me frencat, se ne me atë gjenerat jemi rritur, studentët e mi më shohin mua. Më bëj mua këtë bashkë. Dhe unë pastaj, dhe unë dje, ka vetë shumë keq dhe filloj qesh vetë, pastaj aty kalojmë tek tusi tjetër që është autoironia. Unë e kam të kollaj ta vë veten si thua ta rrëzoj, ta masakroj, të luaj me vete dhe pastaj. Po sepse ndoshta janë dhe moshë më e re. Po janë dhe moshë më e re. Po jo, ideja është gjithmonë nëse neve dim ta përdorim si mjet, mund ta përdorim me çfarëdo lloj audiencë dhe niveli moshor. Tjetra, që është një nga teknikat më të fuqishme, është storytelling, pra të treguarit e historisë. Dhe është shumë e rëndësishme që dhe historia... Shkurt ama. Jo, shkurt, por në vendin e duhur. Jo, absolutisht. Të folurin në publik kanë dy rregulla kyçe. E para duhet të jesh i thjesht, por jo më i thjesht se aq, sepse kur bie në vulg ti e ke humbur audiencën. Është ai rregulli KISS, keep it simple and smart. Not stupid. Dhe gjëja tjetër është që ti duhet të jesh on time me kohën e njerëzve, por dhe me vëmendjen e tyre. Pra, ne në komunikim kemi piramidën e përmbysur të lajmi, që thot gjërat kryesore i themi në fillim dhe më pas mbushim me histori në ato pjesë që ne mendojmë se është e rëndësishme. Shpeshherë folës të mirë në publik, që mund të kenë qenë dhe të kalibrit botror, ka marrë një histori por që nuk ka qenë relevante për audiencën që kanë qenë dhe aty pastaj kanë humbur të gjithë thelbin e gjës. Është shumë e rëndësishme të dalim te 3 pikat kyçe të fjalimit publik, që jam unë, pra vetja si individ, tema për cilën po flas dhe ata për cilët un kam përballë dhe që më dëgjojnë. Sa më të qarta dhe të kopësitura të kemi këto 3 elemente, aq më të suksesshëm ne do të jemi në komunikimin ton publik.